Kryetaria e Kuvendit të Kosovës nga radha e lëvizjes vendosje, Albulena Haxhiu theksoi se lëvizja e vendosje nuk e përkrah formimin e një qeverie teknike. Sipas saj, nëse nuk ka shumicë të re parlamentare, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja. Qytetarët e Republikës së Kosovës kanë vendosur, qytetarët e kanë votuar Albin Kurtin, pra si personin më të votuar në Republikën e Kosovës. Lëvizjes vendosje kanë dhënë mbështetje maksimale, ne jemi falenderues për këtë. Prandaj, në qoftë se nuk do të ketë, si me thënë, numra, natyrisht që vendi duhet shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, ndonë se ju e dini që ne nuk e kemi dëshiruar këtë, por rrethanat politike na imponojnë. Ndërkohë, sekretarja e PDK-s Vlora Qitaku tha se liderët politikë duhet të pajtohen nëse ndonjëri e ka shumicën parlamentare, në të kundërtën vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja. Është e qartë që nuk ka shumicë të re parlamentare, nuk kemi nevojë për taktizime. Vendi ka nevojë për institucione dhe është e qartë që ky kuvend nuk po arrin të formojë një shumicë të re. Duhet të shkojmë në zgjedhje e më pas të ballafaqohemi me sfidat e mëdha që i ka qytetari i Republikës së Kosovës. Po besojmë që nesër liderët politik do të arrijnë që të pajtohen që në rast se nuk e ka shumicën asnjëri, sa më parë të shkojmë në zgjedhje të reja. Është takim i vonuar. Ky takim do duhet kishte ndodhur ditën e diel, menjëherë pas dështimit të votimit në kuvend, ose ditën e hënë, megjithatë më mirë vonë se kur, dhe këto tema do të diskutohen, do të trajtohen aty. Presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, duhet t'i japë shansin një kandidati tjetër për formimin e qeverisë dhe nëse kjo dështon sërish, atëherë sipas afateve kushtetuese duhet të shpallen zgjedhje të reja brenda 40 ditëve. Për këtë qëllim, Osmani këtë të premte mbajti takim konsultativ me liderët e partive politike në vend teksa ka bërë thirrje për marrëveshje politike mes subjekteve për të kaluar bllokadën shtetërore. Kujtojmë se mandatari i parë i lëvizjes vendosje për kryeministër Albin Kurti mori 56 vota pro në seancën e fundit të Kuvendit të Kosovës, teksa presidentja pas dështimit të mandatarit të parë, sipas kushtetutës duhet të caktojë mandatarin e radhës në periudhën brenda 10 ditësh.